përshëndes të fillim javën edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Blu Televizion. Do të na ndalemi tek alarmi që ka ngritur kontrolli i lartë i shtetit, i cili nxjerr në pa problematikat serioze në funksionimin e shoqërisë trajtimi studentëve të Vlorës, ndërsa ka lëshuar edhe alarmin e detyrimeve të prapambetura. KLSH-ja rekomandon masa të menjëhershme për përmirësimin e situatës financiare, organizative dhe infrastrukturore të shoqërisë. Për më gjerë, shënimi redaksional. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar një sër problematikash të theksuara në funksionimin e shoqërisë trajtimi i studentëve Vlorë, duke e rekomanduar masa të menjëhershme dhe në vijimësi për përmirësimin e situatës financiare, organizative dhe infrastrukturore. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me gjendjen e amortizuar të konvikteve, veçanërisht konvikti numër 2 i ndërtuar që në vitin 1918, i cili aktualisht konsiderohet jo funksional dhe jashtë standardeve për akomodimin e studentëve. Sipas auditimit, mungesa e investimeve ndër vite ka sjell kushte jo optimale jetese, duke ndikuar drejt për drejt si në cilësinë e shërbimit ashtu edhe në të ardhurat e shoqërisë. Për këtë arsye rekomandohet që Bashkia Vlorë të informohet me një relacion të detajuar me qëllim sigurimin e fondeve për rikonstruksionin si dhe përmirësimin e infrastrukturës. Në aspektin organizativ dhe financiar, kontrolli i lartë i shtetit evidenton mos përputhje të strukturës së punojësve me aktet ligjore në fuqi, si dhe një sistem subvencionimi jo të bazuar në dokumentacionin njësifikues, çka ka krijuar vështirësi të vazhdueshme financiare për institucionin. Auditimi i thekson gjithashtu se baza ligjore për subvencionimin është e vjetëruar dhe nuk përputhet me realitetin aktual ekonomik dhe organizativ të shoqërisë, duke kërkuar ndërhyrje të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Arsimit për përshtatjen e saj. Një tjetër problem serioz lidhet me mungesën e mjaftueshmërisë financiare në programet ekonomike të shoqërisë. Sipas të dhënave, institucioni ka akumuluar humbje të konsiderueshme ndër vite, duke arritur në mbi 74 milion lek në vitin 2024. Kjo situatë ka sjell mos realizimin e investimeve të nevojshme dhe devijim të fondeve nga shpenzimet operative drejt pagave dhe sigurimeve. Për më tepër, buxhetet vjetore nuk janë miratuar nga Asamblea Aksionare, duke shkelur kuadrin ligjor në fuqi. Veçanërisht shqetësues paraqitet edhe gjendja e detyrimeve të prapambetura, të cilat sipas auditimit vijojnë të rëndojnë ndjeshëm financat e shoqërisë. Në fund të vitit të 2024, detyrimet afatshkurtra rezultojnë në vlerën e 56.6 milion lek, ndërsa peshën kryesore e zënë sigurimet shoqërore të papaguara në vlerën e rreth 47.7 milion lek. Krahas tyre, institucioni trashëgon edhe detyrimet të palikuiduara për energjinë elektrike, ujin si dhe shpenzimet të tjera të detyrueshme të mbartura ndër vite. Kontrolli i lartë i shtetit e konsideron këtë situatë një nga pikat më kritike të gjendjes financiare të shoqërisë dhe kërkon hartimin e një plani të menjëhershëm për shlyerjen e këtyre detyrimeve, duke i dhënë përparësi në programin ekonomik vjetor. Në vijim auditimi evidenton po ashtu edhe mungesën e procedurave të shkruara për regjistrimin e studentëve në konvikte, çka krijon paqartësi në administrimin e këtij procesi. Po ashtu, struktura organizative dhe niveli pagave nuk janë miratuar nga organi kompetent, por vetëm nga Këshilli Mbikëqyrës, në kundërshtim me ligjin. Një tjetër problematik lidhet me mos miratimin e pasqyrave financiare nga Bashkia e Vlorës, pavarësisht se ato janë dorëzuar nga shoqëria, duke ngritur pikpyetje mbi funksionimin e mekanizmave mbikëqyrës. Në përfundim, kontrolli i lartë i shtetit kërkon ndërhyrje të koordinuar nga institucionet përgjegjëse për të garantuar funksionimin normal të shoqërisë, përmirësimin e kushteve për studentët, si dhe shmangjen e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës financiare. Ndalemi në tjera zhvillime pikërisht e turizmi, ku Regjina Mare çelisot sezonin turistik. Rreth 200 turistë francez, kryesisht nga Parisi dhe Monte Carlo, të cilët do të vizitojnë Shqipërinë në një tur 12 ditor, ishin pasagjerët e parë për 2026. Turistët u shprehën entuziast dhe të impresionuar nga peizazhi, historia, qytetet dhe vendbanimet që kishin vizituar. Regjina Mare çelisot sezonin turistik rreth 200 turistë francez, kryesisht nga Parisi dhe Monte Carlo, rreth të njohurish dhe familjarësh të cilët do të vizitojnë Shqipërinë në një tur 12 ditor, ishin pasagjerët e parë për vitin 2026. Çelët sezoni këtu në portin e Vlorës dhe një grup turistësh francez janë të parët që çelin këtë vit sezonin turistik. Janë në Shqipëri për rreth 12 ditës dhe me sa folëm me ta janë të impresionuar si nga pamja, peizazhi, vendet që kanë vizituar, historia, por mbi të gjitha nga mikpritja. Turistët u shprehen të kënaqur, entuziast dhe të impresionuar nga peizazhi, historia, qytetet dhe vendbanimet që kishin vizituar.
We visit Albania for tourism. Vizituam Shqipërinë për turizëm. Është një vend i mrekullueshëm me pamje fantastike. Pam syrin e kaltër dhe wow. Dhe Saranda, një qytet shumë i bukur. Wow dhe vetëm wow. Very good city. Wow. Wow. Okay, thank you. We come from France. Yes. And we live near Monaco. Vim nga Franca dhe jetojmë pranë Monakos. Zbuluam këtë vend, një vend shumë i bukur dhe u surprizuam nga mikpritja e njerëzve. Si dhe u manitëm nga të gjitha peizazhet. 12 ditë ishim edhe në Berat dhe zbuluam këtë vend, shumë i bukur, me kështjellën dhe shumë gjëra të tjera. Mendojmë se do të kthehemi përsëri një herë tjetër, ndoshta herën tjetër për të zbuluar gjithë vendin sepse është shumë i bukur. 12 ditë janë shumë pak. Shpresojmë të kthehemi sërish dhe të vizitojmë më shumë. Many things are. J'ai découvert des paysages Po pittoresques. për herë të parë këtu dhe po më pëlqen shumë. Është një vend që të ofron shumë gjëra njëkohësisht. Det, mal, pyll dhe padyshim që do të rikthehem Des përsëri. personnes qui vivent là, des autochtones, à l'égard des touristes. Et c'est vraiment très agréable. Short interview for local media. How do you find the Media is it? It's a Blue Television. Blue Television. So Çfarë është kjo? everybody- Ky është Blue Television. From Paris, and we are very, Blue Television, very përshëndetje happy to të be gjithëve. here. Ne vim nga Parisi dhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Tani do të zbulojmë një ishull. Nuk e di saktësisht se cili është, por gjithsesi vendi është shumë i bukur. Mikpritje shumë e mirë nga njerëzit shqiptar dhe është vërtet shumë bukur. Gjithsesi do të kthehemi përsëri, sepse kemi kaluar pushime shumë të këndshme. Faleminderit të gjithëve dhe mirupafshi. Faleminderit. Vend shumë i bukur dhe do të kthehemi sërish shumë shpejt. Thank you. Albania is good. You can do it in French. Comment c'est Albania la chanson? Si është Shqipëria? C'est magnifique. Shqipëria është e mrekullueshme. Ne e adhurojmë. Si është kënga e Shqipërisë? Jo, nuk është ajo, nuk e di. Por Shqipëria është fantastike. Ne e duam shumë Shqipëri. Ka 2 vite që nuk kam qenë fare këtu, por më pëlqen shumë të vim për pushime. Po, vim këtu çdo festat, wow, më zë në befasi tani. Gjithmonë. Enjoy. Take care. Bye-bye. What? Comme Albanese of Comment tu trouves la Si është dukur Shqipëria? Është vërtet shumë e bukur, jashtëzakonisht e bukur. Peizazhet janë madhështore dhe me të vërtetë është një vend që duhet vizituar. Është shumë i këndshëm, me një kulturë shumë të bukur dhe njerëz shumë miqësor. Kjo është hera e dytë që vi. Është hera e dytë që vim dhe bëjmë xhiro me vark. Është një kënaqësi e madhe. C'est un grand kiff. Okay. Ouais, voilà. Thank you. Bye bye. Bonjour, c'est quoi? C'est pour dire quoi? You can say whatever. How do you find Albania? C'est vraiment magnifique la vérité. Përshëndetje. On est en Çfarë Albanie, është c'est kjo? magnifique. Për të thënë çfarë? Është Bonjour, vërtet c'est quoi? e C'est pour mrekullueshme. dire quoi? Është vërtet e mrekullueshme Greqia, por jemi C'est në vraiment Shqipëri, magnifique, la është e vérité, on est en mrekullueshme. Albanie, c'est magnifique. Një vend ku vërtet duhet të Un pays vraiment, shkoni. il faut aller. Prandaj ju inkurajoj të Donc, gjithëve të je vous vini encourage në tous à aller en Shqipëri. Albanie. Po, do të rikthehemi. Bien sûr, on va revenir. Hello, my name is Manchester from Paris. We are here in Albania from last week. Very beautiful country. Ishte vërtet një përbojë e jashtëzakonshme. Banorët e Shqipërisë, shqiptarët janë shumë njerëz të mrekullueshëm, gjithmonë të sjellshëm, mikpritës dhe të gatshëm për të kënaqur të tjerë. Unë mendoj dhe e rekomandoj Shqipërinë për të gjithë botën. Është vërtet diçka e jashtëzakonshme. Come to Albania. It's not prank, it's real. Do të them si të gjithë. Ata thonë shijojeni. Itinerari sotëm në Gjirin e Vlorës parashikon vizitë në ishullin e Sazanit, një ndalesë panoramike në shpellën e Axhi Aliut dhe më pas qëndrim në Karaburun. Gjatë udhëtimit në ani organizohen aktivitete të ndryshme për turistët, si kërcime dhe lojra argëtuese. Më vjen mirë që turistë nga Franca, sidomos nga Parisi dhe Riviera Franceze, të cilët janë të vështirë për t'u impresionuar, flasin kaq mirë për vendin ton. Shpresojmë që numri i turistëve këtë vit të jetë në rritje dhe urojmë të gjithëve një sezon sa më të mbar, thot Evis Hoxha, kapiteni Regina Mare. Regina Mare është prodhimi i kompanisë Regina dhe ka nisur operimin vitin e kaluar. Ajo ka një kapacitet prej 400 pasagjerësh dhe ofron kushte shumë komode për udhëtarët.
Në bord ka ambiente të posaçme për rrezë dielli, si dhe ambiente të brendshme me ajër të kondicionuar. Aktualisht konsiderohet si anija mere dhe një ndër më komodet në gjirin e Vlorës. Me ardhjen e pranverës ka nisur të mbrim pushuesit e parë me kampera në Vlorë. Turist nga Olanda, Zvicra dhe Gjermania kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi, ndërsa thonë se kanë gjetur një vend që u pëlqen shumë, duke nisur nga bukuritë natyrore deri tek mikpritja. Me ardhjen e pranverës dhe rritjen e temperaturave kanë nisur të mbrin po ashtu edhe pushuesit e parë me kamper në Vlorë. Turistë nga Holanda, Zvicra e Gjermania kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi. Sipas tyre, udhëtimi me kamper u jep mundësinë të shijojnë dhe eksplorojnë natyrën, por edhe të vizitojnë disa vende njëkohësisht gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Turistët shprehen se kanë gjetur një vend sa u pëlqen shumë, duke nisur nga bukuritë natyrore e deri tek mikpritja. Pjesa më e madhe tyre janë për herë të parë në Vlorë e në vendin tonë po ashtu, ndërsa pranojnë se do të rikthehen sërish. Jam nga Holanda, jemi gati prej një jave në Shqipëri dhe në Vlorë, ndërsa më pas do të udhtojmë drejt Kosovës dhe më pas Malit të Zi. Në fakt udhtosh me kamper dhe të pushosh në këtë mënyrë është fantastike, pasi ke mundësinë të shijosh natyrën dhe disa vende njëkohësisht. Është era e parë që vin në vendin tuaj, ndërsa dia diçka nga foto dhe videot që kam parë, por edhe nga miqtë e mi, të cilët e kanë vizituar më parë vendin tuaj. Më pëlqen të them të drejtën dhe kam mbetur i kënaqur. Jam nga Holanda dhe jam këtu me bashkëshortin tim. Edhe për mua është hera e parë dhe kam mbetur i surprizuar nga ajo çfarë po shoh këtu. Kemi vizituar disa vende dhe po më pëlqen. Është një vend që i ka të gjitha, plazhet e bukur, malin dhe pyllin ku ne po qëndrojmë. The spaces are really beautiful because everything is so close to everything. Switzerland. Yes. And you are for the first time in Albania? Unë jam nga Zvicra, kemi zgjedhur Vlorën këto ditë dhe udhëtojmë me kamper. Kam parë disa video nga vendi juaj dhe tani jemi këtu ta vizitojmë nga afër. Kemi gati 5 ditë dhe kemi vizituar edhe Ksamilin. Jemi në Vlorë dhe do të shkojmë dhe në Durrës. Më pëlqen si vend. Plazhi ishte shumë i bukur dhe këto ditë edhe moti ka qenë shumë i mirë. Yeah, we'll see. What you like it here? It's very beautiful. The beaches and the people are very friendly. We like it. From Switzerland. Switzerland. Yeah. And for you, is the first time here? Yes. Edhe unë jam nga Zvicra, po vi për herë të parë këtu dhe po më pëlqen shumë. Është një vend që të ofron shumë gjëra njëkohësisht. Det, mal, pyll dhe padyshim që do të rikthehen përsëri. I like the beach, the beaches, the weather and the beautiful mountains, the landscape. Maybe you'll come back. Yeah, maybe. We'll see. From Munich, Germany. Germany. Yeah. And how many days are here in Albania? In Albania we're maybe 5-6 days. Unë jam nga Munich, në Gjermani. Në fakt kam ardhur këtu para 5 vitesh dhe tani po shijoj këtë vend. Ne udhtojmë me kamper edhe sepse mund të shijojmë natyrën, ndërsa mund të udhtojmë edhe në rrugë të ngushta, si edhe më pëlqen mua. Vlora është shumë e bukur, unë do të vlerësoja mikpritjen. The country is very nice. I don't know. All is friendly or it's perfect. I'm from Germany, Munich. We are here on a trip. Unë jam nga Gjermania, pse kemi zgjedhur Shqipërinë dhe Vlorën, sepse klima dhe natyra është fantastike. Më pëlqen të udhëtoj dhe të eksploroj dhe këtu ka vende shumë të bukura. Deri më tani jam shumë e kënaqur. We go the mountain streets. It was very funny. The most curvy street. We like it. Turistët me kamper kanë ardhur në rritje gjatë viteve të fundit. Vlora mbetet padyshim një nga destinacionet kryesore të tyre, një vend që sipas turistëve ofron një klimë shumë të mirë dhe një ndërthurje ideale mes detit të malit, një destinacion që duhet patjetër të vizitohet. Me ngrohjen e motit 10 vizitorë, vendas dhe të huaj, ju bashkuan vlonjatëve për të shijuar rrezet e diellit dhe aromën e detit. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga Vlora e së dielës së Pashkëve, ku qytetarët janë gëzuar një ditë me mot të harreshëm. Me ngrohjen e motit 10 vizitorë, vendas dhe të huaj janë bashkuar vlonjatëve për të shijuar rrezet e diellit dhe aromën e detit, ndërsa fëmijët kanë hequr këpucët e dimrit për të luajtur në rërën e plazhit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga Vlora të dielën e Pashkës, ku qytetarët e janë gëzuar një ditë me mot të harreshëm.
Lungomare dhe deti përballë u mbushur me njerëz ndërsa rrezet e diellit nisin të bëjnë gati qytetin për sezonin turistik, për të cilin pritshmëritë janë të larta, duke u nisur dhe nga investimet, por dhe shifrat e muajve të parë të vitit. Me një kalendar të ngjeshur aktivitetesh sportive por dhe artistike, Vlora mirëpret turistët bendaze të huaj si destinacioni i cili ofron përtej turizmit detar. E shtrirë për gjatë kryqëzimit të detit Adriatik dhe detit Jon, Vlora ofron jo vetëm mundësi për turizëm detar, por dhe për turizëm malor dhe atë të aventurës. Pashtu pjesë e ofertës turistike janë muzet, kulinaria, tradita e ruajtur dhe promovuar me mjaft kujdes. I rikthemi aktualitetit ku mungesa e investimeve për rehabilitimin e kanaleve kuruese ka shkaktuar ndër vite problematika, deri dhe përmbytje ku më të dëmtuar kanë qenë lagjet periferike. Por jo vetëm, kanali kurues në lagjen Ajro Çakëri është kthyer edhe në burim dotje dhe infeksioni për zonën. Për shkak të bllokimit të kanalit kullues, 10 familje në zonën e ish fabrikës së Cimentos u përmbytën. Banorët tregojnë se kanali që vjen nga pjesa kodrinore përshkon mes përmes lagjen Ajro Çakëri, ku mungesa e një projekti për rehabilitimin e tij ka bërë që ujë të përfundojnë në banesa si dhe në borret e shtëpive. Fajtorët për këtë situatë, banorët thonë se është pushteti që sipas tyre nuk jep zgjidhje kësaj problematike, duke bërë që shtëpitë e tyre të dëmtohen nga lagështira, por edhe nga përmbytja. Sipas banorëve kanë nisur edhe konfliktet mes njëri tjetrit, pasi njëri prej komshive e ka bllokuar kanalin në Gruk Derdhin e tij, duke rënduar edhe më tej situatën. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të investuar, pasi thonë se kjo situatë mund të përshkallëzohet edhe më tej në konflikte fizike. Vjen nga një moçalishte këtu. Është me kanal, ka qenë që në kohët e Enverit, që shpëtoheshin objektet e fabrikës Cimentos dhe dalin në fund tek shtëpia e fundit. Atëre, personi na mbyll kanalin, edhe gjendja është kjo që më përmbytet shtëpia. Kemi shkuar, është përsëritur disa herë, kemi shkuar në kemi shkuar në bashki, kemi shkuar te policia bashkiake, kemi shkuar në polici. Vijnë këtu, konstatojnë gjendjen edhe ikin, nuk marrin asnjë mas. Kemi shkuar tek ujësjellës kanalizimet, absolutisht asnjë gjë. Edhe na thon policia që kur të ketë ashtu, kur të ketë konflikt do ju vijmë ne. Me fjalë duhet të vritemi neve me personin që të ndodhi kjo gjë. Kjo situatë sot po ju dëmton shtëpinë. Shumë. Sepse futët ujit në themel dhe nuk e dihet fundi se si mund të vijë. Infeksionet pa pastërtit nga ana tjetër për kësaj. Të gjitha komplet. Po gjendje lagjes, si është sot, e ish fabrikës së njohur të Cimentos, si mund ma përshkruar gjendjen e komplet lagjes? Shumë keq. Shumë keq ju e pat rrugën. Domethënë, unë po mush gati 30 vjet, për 29 vjet, një herë që të vi punojnë si bashkisë atje tek ai kanali, nuk e ka dhënë Zoti. Këtu lart është kanali i ujrave të larta që vjen që nga Kodra e Madhe Andea, dhe një herë të vetme që të vi punëtora qysh tek, e kemi mirëmbajtur vetë me forcat tona. Ke shpresë do të investohet në vijim? Jo, asnjë shpresë. Po lagja zona ka parë një investim ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Unë jam banor i kësaj lagje. Jemi 3 familje që rrezikojmë gjithë njëna përmbytjet. Ne kemi dhe një gjitonin ton këtu, ai gjërat i merr personale. Në fakt nuk janë personale këto gjëra. Nuk funksionon shteti. Ai një farë të drejtë e ka, sepse ujërat e zeza, firma që bëri kanalizimet e ujërave të zeza, ai i futi në ujërat e bardha dhe i la ashtu lart, edhe janë problem, nuk janë vetëm problem për ata, por janë problem edhe për neve. Këto ujërat e zeza. Nuk kemi lënë vend dhe institucione pa vajtur. Sidomos e ujësjellës kanalizimet, që kemi vajtur kush e di se sa herë, kemi 3 vjet që luftojmë për këtë gjë, edhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Dhe që në fillim edhe na dëgjonin dhe vinin këtu dhe nuk merrin asnjë lloj mase, që do me thënë që dora e shtetit këtu pastaj sa vjen e zbehet, edhe japëm të drejtë pa ligjshmërisë. Unë nuk dua që të citoj një vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që kjo është vepër penale. Nuk e kam personalisht me këtë zotrinë që kam mbyllu kanalin, se kjo e merr personale, nuk e kam personale me të. Unë e kam me shtetin tim. E kupton? Me shtetin tim, që nuk ekziston.
Problematika është kjo. Ky kanal është kanal kullues. Juve do ta shikoni, do vazhdojmë bashk që ta shikojmë nga vjen ky ujë, sepse këtu vinë dhe nuk e shikojnë gjendjen si është. Ky kanal vjen nga ujërat se ky është përgjithsisht ky është vend moçalisht. Edhe uji vjen, domethënë nga baçat që vijnë lart e ujërat e shiut e tjera dhe grumbullohet i gjithë, nuk bëhet fjalë për urat e zeza. Se po të jenë urat e zeza nuk kanë një volum të madh. Volumi kjo kurrën e kurrës. Unë nuk e di do ta transmetosh nëse nuk ashtu, unë i kam bër kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, i kam bër mesazh. I kam bër sot, mbrëm në darkë vonë i kam marrë sepse niveli i ujit po ngrihet po përmbysë shtëpitë. Nuk më është përgjigjur. Nuk e di pse, ai mund të jetë edhe ditë pushimi dhe mund të më përgjigjet nesër dhe këtë nuk e di saktësisht. I kam bër të gjitha institucionet, i kam bër mediave, edhe do shikojmë domethënë që të zgjidhet, nuk e di çfarë zgjidhje mund të jepet, por kjo zgjidhje nuk ka. Unë të betohem nëse ashtu, të betohem që unë jam bërë gati edhe këtij zotërisë i thash, ti gjitoni ti këtu i thash, që unë do marr paskat dhe do ik. Nuk kanë sepse se unë po të shikosh këtë, unë jam mbytur 10 herë këtu. 10 herë kemi 3 vjet, mbetemi këtu 10 herë. Ka ja këta frigoriferët, sobat e gjitha që janë të gjitha të prishura nga ato përmbytje. Shteti s'funksionon. Unë marr kryetarin e bashkisë tani s'ma ngre kryetarin e bashkisë me atë telefonin. Se ta thonë që ore, shumë niveli lart kryetari i bashkisë. Po dakord, po funksionon poshtë moj zonjë. Çfarë të them unë? Unë ne vemi votojmë, vemi interesohemi, i japëm besimin, ky besim humbet. Çfarë të them unë? Mungesa e investimeve për rehabilitimin e kanaleve kulluese ka shkaktuar ndër vite problematika të shumta, duke bërë që një qytet të kemi përmbytje, ku më të dëmtuara kanë qenë lagjet periferike. Krahas përmbytjeve, kanali kullues në lagjen Haj Roçakëri është kthyer dhe në një burim dotje dhe infeksioni për zonën. Më pak se 3 kilometra rrugë e shkatruar, po mban peng njësinë administrative e Llakatund. Sipas banorëve të zonës, rruga që të çon në drejtim të qendrës së kësaj njësie dhe që lidh 9 fshatra përreth prej më shumë se 15 vitesh, është mes gropave të shumta dhe pellgjeve me ujë. Më pak se 3 kilometra rrugë e shkatruar, po mbajnë peng njësinë administrative të Llakatundit. Rruga e cila të çon në drejtim të qendrës së njësisë administrative Llakatund, por edhe më pas lidh 9 fshatra përreth prej më tepër se 15 vitesh, siç tregojnë banorët e zonës, është mes gropave të shumta dhe pellgjeve me ujë. Banorët tregojnë se prej 2009-s dhe deri tani, kjo rrugë nuk ka parë asnjë investim të vetëm, pavarësisht se është tepër e rëndësishme për zonat përreth. Sot rruga është kthyer në gangren, veçanërisht prej drejtuesve të automjeteve, të cilët thonë se për shkak të kësaj rruge makinat e tyre përfundojnë çdo muaj në servis. Si është gjendja e rrugës Llakatundit sot që flasim? Është amortizuar të keqë fare. Sa vite ka në këtë gjendje? Për mua fajre kanë to makinat e rëna, transporti madh. Kalojnë shpesh? Po. Rruga jone ka 16 tona, do janë 40 tonë, 50 tonë e peshin fare. Kjo është sekreti më. Është domosdoshme për ju që të rehabilitohet? Po, tani unë jam që moshe madhe, pa rrugë, pa ujë, pa drita, nuk ka zhvillim. Kjo është fjala që mund të them unë për. Ka shumë vite në këtë gjendje? Po këto po të fundit njerëz me të shiun që ra një muaj gjysmë. Është bërë më keq. Është bërë keq fare. Jeni ankuar, keni bërë ndonjë kërkesë, ndonjë ankesë? S'dihet njëri fare këtu. Pse? Po se di. Kanë frikë apo kanë humbur shpret? Po, dhe shpresa ka humbur, rini s'ka më, moshe madhe ka ngelur. Të bën kjo rrugë që ta çosh makinën shpesh në servis të dëmtohet? Shirjo, ku do e makina pos, me to trondje që ka me to gropa, me to probleme që has në rrugë. Beson se duhet të rehabilituar, se do të rehabilitohet timësi? Po tani me zgjedhjen e kryetarit të bashkisë mos e bënojnë çka. E rrugës së Llakatundit sot. Po gjendja e rrugës së Llakatundit jo shikoni vetë, s'është nevojë them unë. Kjo rrugë është bërë që në 2009, ka 16 vjet dhe ka nevojë për rekonstruksion. Gjë që nuk e di pjesë kujt është e ARSH-sa e bashkisë. Po në 2009 ishte asfalt? 2009 u bë ushtru asfalt. Ndërsa sot është pushtuar nga gropat. Po sot ja shikoni vetë gropa, ne vullnetarisht me një shok vum në një lek i paguam naftën që mbushë që ka ato gropat. Se nuk kaloj. Po nuk kaloj është aty. Gjatë ditëve me rreth që shiu situata. Nuk kalon dot. Ju shiko. Të ishit kur ishte sezoni shiut, ishte shumë e vështirë për të kaluar. Dilena kape makina poshtë. Disa thonë dhe që është projektuar, po nuk është zbatuar projekt. Tani llafe ka plot, ne kemi dëgjojmë shumë llafe që jo do bëhet, jo kur u bë kjo pjesa, ky segmenti i Bunavis,
u tha që do bet edhe kjo, nga këtu deri në Llagatun. Ama është premtuar. Po tani llafe, po sa e vërtet është nuk e di, vajtën vitin. Vallai nuk besoj. Nuk besoj që do bëhet. Zona ka banor. Shiko, po ka banor sepse është një nga zonat më të populluara. Një nga zonat që ka aktivitet. Po edhe braktisur. Në bujqësie, në blegtorie, me transporte, me kështu dhe nuk e kanë lënë si pas dore. Edhe braktisur vitet e fundit. Po tani braktisur si të gjitha zonat, po aktualisht është nga zonat që ka më tepër lëvizje. Të bën kjo rrugë ta çosh makinën shpesh në servis? Po patjetër ne këtë punë bëjmë. Në thy prish gomina, prish amorzator, thy balestra. Turpi botës shikoj vetë gjendjen se si funksionon këtu. Vajti ka i ko da bëjmë sot dhe da bëjmë matë dhe përfundimisht situata është kjo që shikoni. Sa kilometra rrugë është që është amortizuar? është rreth 3 kilometra, do me dhe që na bushajt. Po, që? 3 kilometra rrugësh. Disa fshatra në mos gaboj, 9 fshatra thon banor. 9 fshatra, është e vërtet. 3 kilometra për 3 kilometra rrugë bëhet fjalë tu, asgjë tjetër. Të 9 fshatrat penalizuar. Penalizuar vetëm për këtë situatë këtu që shikoni. Është e vërtet që ne kemi kaq kohë da bëjmë sot, da bëjmë nesër si përfundimisht asnjëri. Këtu vim vetëm sa të marrim vota dhe asgjë tjetër. Keni ankuar? Ore, ne kemi ngritur zërin, po ka vajt vetë shurë, kur i thon. Asnjë reagim. Asnjë reagim. Ku i ke? Asnjë njerëz vjen. Duhet përmirësuar është. Po patjetër, si normale që duhet përmirësuar. Besoja u shkatron automjetin kjo rrugë. Po shumë normale. Gjatë ditëve me reshe shiu më keq s'ka ku të vej. Ore, këtu ishte skalonte dot tanku kur i thosh. Ke shpresë do përmirësohet zotëri? Për veten time unë jam mosbesues, sepse vajti ka i kohë, po t'ishte për të bërë do ishte bërë kjo. Por as pak më të lehtë nuk e kanë as ata të cilët e përshkruajnë këtë segment në këmbë. Banorët e përshkruajnë situatën që gjendet sot kjo rrugë si më të keqen e mundshme. Ata thonë se ankesat dhe kërkesat e tyre ndër vite nuk janë marrë parasysh. Banorët shpresojnë se një ditë ky segment do të rehabilitohet dhe fjala e tyre do të dëgjohet nga pushteti. Shikojeni, bëni një xhiro dhe e kuptoni vetë. Është e përshtatshme për zonën, është Është shumë keq është. Disa prishur. Të tjerë thonë që kanë edhe çakët, po ka qenë edhe më keq më përpara. Ne themi si duhet jetë. Si duhet jetë, ma përshkruaj, duhet jetë me asfalt, si duhet Po jetë për... duhet jetë, ja, shikoj këtë rrugën që është bërë. Para 3 muaje. Po, ashtu të vazhdoj. Të vazhdoj. Ju kanë premtuar se do ta bëjnë, se thonë që është tenderuar, është projektuar. Nuk dim gjë. Jeni ankuar ju si banor? Në vit përgjithshme, të gjithë këto, sidomos këta që punojnë me mjete, janë ankuar. Po, sërish nuk. Asgjë s'është bërë. Janë 9 fshatra, apo jo? Po pra. Kanë shumë banor? Nashi, se mos i di unë, nashi se sa ka ngelur. Po pse neglizhohet kjo situatë? Pse neglizhohen banorët? Pse nuk dëgjohen me fakt fjalë? Po çfarë të them unë? Ke shpresë do përmirësohet? Po, me shpresë për e gënjejmë këtë jetë. Llagatundi është pjesë e një prej njësive administrative kryesore të qytetit. Njësisë Shushicë, ku në këtë njësi përfshirë qendrën dhe fshatrat si Çeprat, Beshisht, Drithas e të tjerë, në të cilat jetojnë me 10 familje që përballen çdo ditë me rrugën e shkatëruar. Tarifimi për përdorimin e tunelit të Llogaras pritet që shumë shpejt të hyjë në fuqi, duke i dhënë fund periudhës së kalimit pa pagesë dhe duke vendosur një sistem të ri rregullimi për qarkullimin në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Tarifimi për përdorimin e tunelit të Llogaras pritet që shumë shpejt të hyjë në fuqi, duke i dhënë fund periudhës së kalimit pa pagesë dhe duke vendosur një sistem të ri rregullimi për qarkullimin në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Sipas udhëzimit të përbashkët të qeverisë, tarifat janë të diferencuara në bazë të kategorisë së mjeteve. Motocikletat dhe triciklat do të paguajnë 100 lek, ndërsa automjetet e lehta 250 lek. Për mjetet më të mëdha si kamionët dhe autobusët, tarifat do të variojnë nga 350 lek deri në 5000 lek, në varësi të numrit të akseve dhe përmasave. Ndërkohë, një kategori e caktuar mjetesh do të përjashtohen nga pagesa. Në këtë listë përfshihen automjetet e policisë rrugore, autoambulancat, zjarfikset, mjetet ushtarake, si dhe persona me status invalidi, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Po ashtu është ndaluar qarkullimi në tunel për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme për arsye sigurie.
Ky vendim synon të garantojë mirëmbajtjen dhe operimin efikas të tunelit, një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në jug të vendit, duke rritur njëkohësisht sigurinë dhe standardet e shërbimit për përdoruesit e rrugës. Siç mësohet, brenda këtij muaji pritet që të nisë procesi i tarifimit. Ndalemi tek shëndetësia, ku ndryshimi i temperaturave dhe stinëve, pranvera është shoqëruar me një shtim të ndjeshëm të rasteve me virozat e stinës. Infeksionistët konstatojnë një qarkullim të lartë virozash me dominim më të lartë nga gripi tipi A, simptomat e të cilit janë nga temperatura e lartë deri tek dhimbjet e forta të muskujve. Me ndryshimin e temperaturave, pranvera po shoqërohet me një shtim të ndjeshëm të rasteve me virozat e stinës. Infeksionistët kanë konstatuar një qarkullim të lartë virusesh, me dominimin më të lartë nga gripi i tipit A. Simptomat janë të shumta, që nga temperatura e lartë deri tek dhimbjet e forta të muskujve. Sipas mjekëve infeksionistë, në këtë periudhë viroza kryesore është gripi A. Janë infeksionet e rrugëve të sipërmet të frymarrjes, rinitet, po ashtu vazhdojmë të kemi COVID-19 e shumë viroza të tjera që janë më të lehta sipas tyre. Më i rëndi aktualisht është gripi A, që mund të jetë me një temperaturë të lartë deri në 39 gradë Celsius. Mjekët infeksionistë e shohin shqetësues shtimin e komplikacioneve në krahasim me sezonet e kaluara, sipas të cilëve ndërlikimet i kanë më të shpeshta se viruset e tjera krahasuar me vitet e tjera. Mund të themi që ka pasur dhe pneumoni dhe temperaturë në më shumë raste se sa herët e tjera, thonë mjekët infeksionistë. Thirrja e tyre për pacientët është që të mos e neglizhojnë gripin, por nëse temperatura e lartë vijon prej 3 ditësh, të kërkohet ndihmë mjekësore. Sipas infeksionistëve, duhet të drejtohen te mjeku në rastin që temperatura nuk ulet, kur është mbi 39, kur dhimbja e kokës është shumë e fuqishme, dhe në rastin që zgjat mbi 3 deri në 5 ditë. Kushtet shtëpie rekomandohen vetëm një paracetamol në qoftë se temperatura është mbi 38 gradë, ndërkohë që duhet të pinë lëngje shumë, të hapin dritaren, të ajrosin vendin dhe të bëjnë pushim. Sipas infeksionistëve, grupet më të rrezikuara sipas bluzave të bardha mbeten fëmijët dhe të moshuarit, për të cilët kërkohet kujdes i shtuar. Policia njofton se gjatë 24 orëve është vënë pranga nga efektiv të trafikut urban një 22 vjeçar, ndërsa është referuar në prokurori një tjetër shtetas. Ndërkohë, 2 shtetase që vuanin nga problemet të shëndetit mendor dyshohet se janë hedhur nga katet të larta të banesave. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë një 22 vjeçar banues në Sarandë, i cili në rrugën Mitat Hoxha është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori pasi një ditë më parë në lagjen u ftohtë një automjet Golf ka aksidentuar një të mitur. I mituri ndodhet i shtruar në spital jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve komisariatit e policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 73 vjeçar banues në lagjen nr. 4 Sarandë, i cili u konstatua duke kryer punime pa leje nga organet kompetente. Gjatë saj të hënë rreth orës 50 minuta në lagjen ku ushtrimi një 62 vjeçare u gjet pa shenja jete në rrugë nga shërbimet e urgjencës mjekësore. Paraprakisht dyshohet se ajo është vethedhur nga kati i tretë i banesës së saj. Gjithashtu, po sot rreth orës 80 minuta në zonën Transballkanikës, në vendin e quajtur Kulla Fegaj, një 78 vjeçar dyshohet se ka rënë nga balkoni i katit të dytë të banesës së saj. Ajo u transportua në spitalin rajonal Vlorë ku edhe ndoroi jetë. Dyshohet se të dyja shtetaset vuanin nga problemet të shëndetit mendor. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se lufta në Iran po shkakton pasoja të rënda edhe për mjedisin klimën, sepse përmes sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës çlirojnë substanca toksike. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se lufta në Iran po shkakton pasoja të rënda edhe për mjedisin dhe klimën, pasi përmes sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës çlirojnë substanca shumë toksike. Në tokë kanë deportuar lëndë djegëse fosile, metale të rënda dhe substanca që janë shumë rezistente ndaj ujit dhe nxehtësisë, ndërsa zjarret kanë çliruar ndotës si dioksinat dhe furanet. Gjithashtu janë regjistruar edhe emetime të mëdha gazrash që shkaktojnë efektin serr, dëme ndaj sistemit të furnizimit me ujë të pishëm, si dhe përkeqësimi krizës së ujit në Iran. Sipas ekspertëve, zjarret ndaj cisternave të naftës në rajon përbëjnë rrezik në rritje edhe për peshqit dhe gjallësetare. Megjithatë mungojnë ende shumë të dhëna ndaj edhe një vlerësim i plot i rreziqeve të mundshme për ekosistemet, tokën, ujin, ajrin dhe ushqimin nuk është ende i mundur. Si pasoja të tërthorta konsiderohet edhe përdorimi i shtuar i qymyrit në vend të gazit në vendet që importojnë gaz,
si edhe në të ardhmen nga emetimet e larta të dioksidit të karbonit për rindërtimin e infrastrukturës shkatëruar nga lufta. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.